në këtë pjesë, përpara se ta jap fjalën për të vijuar me listën e probiotikëve dhe prebiotikëve, Teuta pse nuk ishte dakord me një gotë verë të kuqe? Jo, me gotën e verës jam dakord, po në drek vera në darkë të prish cilësinë e gjumit. Ul sheqerin gjatë natës dhe të bën që të zgjohesh në mes të natës dhe të kesh nevojë dhe për të ngrënë. Mua më vë në gjumë. Të vë në gjumë në fillim. Si ti, Liliana. Vera, pa një gotë verë nuk flihet. Po nuk duhet të japim. Me ato që the ti me ca gjëra kështu ose është dhe një shprehje vjetër që Por pra duhet në drekë. Duhet të japim informacionin e saktë. Gjithçka nga truri fillon, edhe nëse truri është i bindur gjithçka nga truri apo gjithçka nga zorra. Zorra i qetë të darkës. Quhet aksi i zorrës dhe i trurit, the gut-brain axis, dhe doktoresha e di shumë mirë, janë shumë të ndërlidhura dhe pothuajse nuk mund t'i ndajnë më nga njëra tjetra. Biles edhe truri tani ka mikrobiomën e vet, pra ka bakteret e cilat funksionojnë aty dhe ndihmojnë qelizat që të bëjnë proceset e tyre. Kështu që është shumë e thellë, po ne duhet t'japim informacionin e saktë. Dhe shumë mirë që është një gjë, po çfarë të bëjmë? Informacioni shkencor është diçka tjetër. Kur unë e provoj në trupin tim, nuk ka. Jo, po ti mund t'jesh dhe nga ata njerëz që pi kafe në darkë dhe shkon ja fut gjumi. Po si t'ja bëjmë që pi kamomil dhe nuk azë gjumi. Kafe më pa gjumë. Po gota verës më qetëson në darkë. Pastaj shkoni lokale që dilni për darkë, për pape ju të rinë, që jo ne. Çfarë pi? Pi kafe apo lëng, do pi shikot verë ose një gjin. Edhe o bje qetësi. Liliana me gjinin. Çfarë të shtoj se duat vazhdoj me listën me doktoreshën. Gjitha këto ushqime normalisht që jemi shumë dakord dhe jemi shumë një njohës që na i thonë gjithë të gjëra, por mos harrojmë është shumë e rëndësishme edhe aktiviteti fizik, nëse ne kemi një energji shumë të mirë që ne e nxjerrim, e çlirojmë gjatë kohës që bëjmë aktivitet fizik. Do të thonë çlirojmë energjitë jo të mira. Edhe duke pasur dhe një dietë ushqimore të balancuar, edhe të mirë, kjo na jep një energji dhe të jemi shumë herë më mirë. Aktiviteti fizik mban në eficiencë trurin, shkarkon gjithë energjitë e këqija. Organizmin është kryesore bashkë me ushqimet, por në probiotikët në ushqimet të tjera për shumë rënditen arrat dhe farat. Gjithë llojet e farave. Po kanë edhe ndyrë shumë të parisa. Janë boronicat, janë manaferat, është dëllinja. Pra ka disa lloje. Arrat 3-4 kokra nuk ka. Të vontasim përpara. Deri në 5 kokra dhe 9 bajame. Po, nuk thuhet asë bajame, Liliana. E kam shpinë fshat dhe i di, kam atje. Po, atë ishë me kaq gramatur njerëzit, mirë do ishte, po... Okej, do në këto janë probiotikët, të cilët duen marë, si me thonë, gjdo ditë si duen kombinuar, dhe kur është më e mira për të konsumuar, në mëngjes, në drekë? Fara duen konsumuar në bezdite. Bezdite, qajrat në mëngjes do jetë mirë. Në darkë vetëm një çaj kamomil mund të pihet, çaj mali, jo dhe shumë dishsave ju jep pa gjumësi, po shton aciditetin e stomakut dhe nuk ndjen mirë në darkë. Por pastaj ushqimet këto të gjitha mund të konsumojnë gjatë ditës, nuk ka të përcaktuara këtë mëngjes të ndrek. Për shembull, avokado do ishte mirë në mëngjes. Shumë e mirë, me vaj ulliri, me pak rigon sipër, me një gotë kefir, haruam, duan ushqime të fermentuara, kefiri, kosit i thartuar, uthulla e mollës, tushit e bëra vetë, jo të blera. Të bëra vetë, sidomos ai lëngu i tushive është jashtëzakonisht shumë healthy për mikrobiomën e zorrës. Këto janë hira shumë e mirë, hira djatit ose i qumshit, për zorët, bënë shumë mirë, se në atë kohë, këto ishin dhe me këto në bënin më dërman, se sa me kimet. Hira i qumshit është për faktin sepse shton peristaltikën e zorës dhe nëzit tranzitin edhe favorizon jashtëqitjen. Dhe po doli jashtëqitja, po u shkarku zora, dalin toksinat helmet edhe njeriu ndjehet mirë, zora ndjehet mirë, nuk kanë fryrje, gazra, spazma. Unë do të shtoja tek lëvizja, aktiviteti moderuar fizik, se kemi gjithmonë më shumë po bëjmë një jetë shumë sedentare, i shton mikrobet e mira ose bakteret e mira në organizëm. Kështu që është shumë interesante se si probiotikët tanë shumohen në lëvizje të moderuar, në lëvizje të eksagjeruar, edhe për atletët që funksionojnë ose që
trajnohen në nivele shumë të larta, aty paksohet, sepse qarkullimi i gjakut nuk mjafton në zorë për t'u ushqyer, shkon drejt muskujve që lodhen dhe më shumë, dhe ato duhet të suplementohen. Cili është domethënë aktivitet fizik i moderuar? 3 herë në javë deri në pikën kur ti arrin të flasësh. Por kaq, domethënë sa fillon të artikulohesh. Nëse e kalon atë cak, pastaj sigurisht që je duke u sforcuar. Pa kur të merret fryma, nuk arrin dot që të nxjerrësh moderuar, flasim pra që të arrish edhe të djersish pa. Atë është shumë e rëndësishme. Si përdorimi i tyre, ku duhen përdor, që mos të merren vend e pa vend. Atëherë, aktiviteti fizik do të jetë i moderuar kryesisht nga pulsi, që mos jenë rrafit e zemrës shumë dhaja, po në momentin që ke probleme me stomakun, apo nga probleme nga më ndryshme, aktiviteti fizik do të jetë gjithmonë i kontrolluar. Gjithmonë është më e kështu. Doktoresha, në minutin, se jemi në minutin e fundit, prebiotikët, ata që e nxisin, pra prodhimin e probiotikëve. Ka shumë rëndësi ku duhen përdor. E para, kur ka distretje, pra tretje jo të favorshme. Tjetër, kur ka imunitet të ullë për të rritur imunitetin. Në smundjet autoimune janë bashkëshoqëruese. Në rastin e inflamacioneve nga Helicobacter pylori, në intolerancën nga laktoza, nga gluteni, duhen përdor shumë në infeksionet mykoide, bashkëshoqëruese në infeksionet ginekologjike, urinare, gjithçka praktikisht. Në diaret vepron shumë mirë, në konstipacionet. Dhe ku gjendem prebiotikët? Bashkëshoqëruese me antibiotikët. Në cilat ushqime erza? Kujdes në bashkëshoqëruese me antibiotikun për të mbrojtur nga infektet anësore të antibiotikut edhe kortizonikëve duhen pi 1 orë ose 2 orë para antibiotikut ose 1 orë 2 orë mbrapa atyre. Ku i gjejmë? Do në cilat ushqime prebiotikët? Prebiotikët në qep, në hudra dhe në këtë argjenar. Qep, hudra, argjenar. Ose pastaj duhet marrë në banania ka. Edhe banania ka. Po. Edhe banania. Është më kaq shumë në treg, po duhet edhe personi që ju jep të di pak se çfarë jep dhe kujt ja jep dhe kush është arsyeja që kërkohet. Por në fakt është i mbushur tregu me suplement, sigurisht baza kryesore është ushqimi. Çdo produkt që ka fibra që na ndihmon të dalim jashtë mirë, që na ndihmon në tretje, presupozohet të ketë prebiotik dhe praktikisht të ndihmojë edhe ato bakteret e mira. Më së shumti nga ushqimet e fermentuara. Në treg janë hedhur shumë probiotika dhe bëhet biznes. Mjeku duhet caktoj kë do të marri. Pra në varësi, nëse do shoqërohet me antibiotik, është një lloj caktuar. Nëse do të marri për konstipacion, është lloj tjetër. Nëse për diare, është lloj tjetër. Pra duhet të zgjedh laktobacilet, sepse një probiotik mund të ketë 12, 15 shtame, deri 30 shtame. Probiotiku më i mirë është ai që është disa miliard, jo milion, miliard. Tani në Amerikë po prodhojnë probiotik 150 miliard, për rastet shumë të veçanta. Biles, eksperimentet e fundit janë të prodhojnë probiotik natyral nga fekalet e kalit. Po, të kalit dhe po japin efekte kaq të mira sa s'ka. Fekalet e kalit të përpunohen, nxiren probiotikët natural të tyre dhe ato po jepen në treg për raste shumë problematike të mikrobiomës. Faleminderit doktoresh Vigjilenca Ilir Liliana të Uta që ishim së bashku, ju që na ndoqët gjithashtu, shihemi nesër këtu veç një ftesë në orën 5, Top Channel.